performancës së mirë që kishëm gjatë vitit 2021 dhe gjithë kjo është bëhe falë punës së madhe që është bëte zyrtarët administratës hetimore të Kosovës, reformat që kemi zhvilluar brenda institucionit dhe njëkohësisht edhe ngritjes së përmbushjes tatimore nga ana e bizneseve. Sigurisht, pa një theme ashtu një ekonomi të zhvilluar, pa një performancë mirë edhe në realizimin e tyrave për qarkullimit të bizneseve, do t'ishte me i mangët bazamenti i krijimit të tyrave tatimore. Por, në këtë rast duhet të potencojmë faktin se dhe në këtë aspekt do të thotë gjatë periudhës 18 të këtij viti kemi pas një rritje të qarkullimit të bizneseve dikun rreth 22%. Rritje kjo cila i atribuohet do të thotë aktivitetit të shtuar të ekonomisë në vendin tonë, por normal do shta kjo mund të ndërlihet edhe me pjesën e inflacionit, një pjesës e inflacionit, që dim që në shumë produkte brenda vendit tonë ka një rritje të konsiderueshme të çmimeve në këtë rast. Mirë po, gjithsesi do të thotë ne përveç që kemi pas një rritje në raport me vitin e kaluar mbi 88 milion euro, ne gjithashtu kemi të kalim të performancës ose të planit të tyrave edhe në raport me planin buxhetor që është bën mbi 7.4% apo rreth 33 milion euro. Kjo, është një faktor ose një indikacion që ne edhe në pjesën e mbetur të vitit do të vazhdojmë me këtë performancë. Cilë janë indikatorë që kanë shënuar rritjen e kësaj performance në këtë rast të ATK-s? Ka një vendisim qytetar apo ka ndoshta një pozicionim më strikt të ATK-s kërshi poshtë? Po ne tani me ka kohë që jemi duke potencuar faktin që janë disa faktorë cilët kanë ndikuar në ngritjen e performancës së institucionit ATK-s, ku disa nga ta janë do të thotë monitorimi ose ngritja e themi ashtu të kontrollit brendshëm brenda institucionit ATK-s përmes me këtij mekanizmi ne vazhdimsi synojmë përmirësimin e performancës së zyrtarëve tonë të ATK-s, por njëkohësisht edhe zvoglimin e mundësisë se Murteza se s'ka pas një performancë mirë ose ka pasur, por në të kaluarën ka pasur një kontroll themi ashtu të brendshëm ma të zbet. Dhe ne dim që për të përmirësuar një institucion ose një kushdo që mund të matet performanca një institucioni apo një komunitetit bizneseve, sigurisht e para që duhet bëjmë, duhet të identifikojsh metat ku i kemi brenda sistemit, brenda institucionit. Në këtë rast, Murteza, çka konkretisht keni identifikuar? Në këtë rast, ne përmes këtyre mekanizmave që cilët i kemi standarduar, i kemi fuqizuar, do të thotë kemi filluar me matjet të kualitetit të kontrollit dhe inspektimet që bëhen nga zyrtarët tonë në teren. Dhe në rastet ku identifikohen që ka pasur një nën-performancë ose mosbatim të sakt të ligjit, atëherë ato raste riprocedohen në rikontrolla. Dhe pas përfundimit të atyre rikontrollave, në rastet ku konstatohen që ka pasur dëmtim të buxhetit, në ato raste fillimisht për zyrtarët tonë procedohen në përgjithësi, pastaj njëjtën kohë edhe biznesi do të thotë i bëhet riversim dhe konstatohet ndotërimi i saktë që ka pasur për të paguar. Përmes këtyre veprimeve pra synohet që përveç që ta sanojmë dëmtimin buxhetor, njëjtën kohë edhe të parandalojmë themi ashtu keq veprimet ose mosbatimet e drejta të ligjit. Gjithë objektivi ynë është se ne të kemi trajtim të barabartë të gjithë tatimpagues. Pra, nuk ka hapësirë për të amnistuar askën, po të njëjtën kohë nuk ka hapësirë edhe për të mbingarkuar dikën mbi atë që ka detyrim ligjor në përputhje me ligjin. A keni ndonjë shifër të atyre që Po vetëm nga rastet e fundit që do të gjatë tyre 2 viteve që kemi pasur, pikërisht përmes këtij mekanizmi kemi arritur që të përshtojmë buxhetit mbi 10 milion euro, do të thotë vlerë, që janë vlerë konsiderueshme. Njëjtën kohë, do të thotë kjo sigurisht se ka përcjellë edhe mesazhin parandalues edhe të shumë raste të tjera. Si faktor tjetër determinues në ngritjen e performancës së institucionit ATK-s është edhe pjesa e rritjes së inkasimit të tyrave nga inkasimi i borxheve të papaguara të bizneseve. Sa është borxhi, nëse mund na thoni zoti Murteza, aktualisht që kanë pra bizneset ndryshme ndaj ATK-s, qoftë edhe institucionet, cili është borxhi i përgjithshëm që kanë